Avokat, një video është bërë virale teksa kryeministri Rama po bënte ironi me presidentin ose kryeministrin e Azerbajxhanit dhe bashkë me presidentin e Francës Emmanuel Macron për presidentin Donald Trump. Ka pasur një reagim nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku edhe njëherë është theksuar që në të vërtetë Trump ka bërë shumë për paqen në botë, ndryshe nga ironizon kryeministri Rama. Spiuni Sorosi që aktualisht drejton Shqipërinë sot, për fat të keq, i katapultuar dhe i vendosur me urdhër të Sorosit, natyrisht që do leh kundër presidentit Amerikës. Sepse është mësuar me të lehur badjava gjithmonë. Ajo nuk është një ironi e momentit, ose e një shakaje në një bisedë mes miqës ose shokësh. Ajo është thjesht një ulërim e një njeriu të mundur, e një njeriu të humbur, e një njeriu të pashpresë i cili e di që shtetit amerikan dhe personalisht presidentit amerikan i ka një borxh të madh, sepse që para 8 vjetësh, 9 vjetësh kur kandidoi presidenti amerikan Donald Trump, a i tha, me azalla, deklaroi tek CNN dhe tha do jetë tmerr dhe do jetë fatkeqësi e madhe nëse do fitoj Donald Trump i presidentën e Shteteve të Bashkuara. Gjithçka që ka bërë tamam si ai qeni që leh kur e ndërseni Zoti, pra e ka ndërsyer Sorosi me bandën e tij, me banditët e tij, me spionët e tij që kishte këtu në ambasadën amerikane, me zonjën Kimete e me ca të tjerë paraardhës të saj, ose dhe pasardhës të saj, të cilët vazhdimisht kanë punuar në dëm të interesit të Shqipërisë, në dëm të interesit kombëtar shqiptar, në interes të komunizmit botëror dhe të internacionales komuniste që mbrohet me fanatizëm dhe nxitjet me një demagogji të jashtëzakonshme, siç e kanë komunistët sot në gjithë Evropën. Praktikisht Evropa doli që është e tëra komuniste dhe unë do të dëshiroja shumë që të goditet Europa, të goditet nga Rusi, të provokohet Rusi që ta qëroj njëherë për gjithmonë këtë vatër të qelbur që ka mirë në qendër të Evropës dhe që vazhdojnë të mbështesin Sorosin dhe soroistët dhe komunistët. Avokat, pas kësaj ta mendoni që marrëdhëniet mes kryeministit Rama dhe presidentit Trump mund të mos jenë siç janë tani? Nga informacionet që kam unë është që Ramës nuk i lejohet të vejnë Shtetet e Bashkuara. Dhe tani se sa e vërtet është kjo nuk e di, lajme ka plot, mediat shkruajnë, portalet shkruajnë, kushdo shkruajnë, se unë besoj vetëm ato që thuhet zyrtarisht dhe tani s'kam dëgjuar ndonjë deklarat nga përfaqësues të shtetit amerikan që të vërtetoj këtë, por informacione kam që ishtë ndaluar të vënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rama e urren Trumpin sepse Trumpi tani praktikisht Rama dhe me Gonigallin do t'i çojë atje ku kanë vendin, atje ku shkojnë të gjithë spionët e të gjithë botës. Spionët vënë gjithmonë përfitojnë një farë kohe, madje edhe dje në mos gaboj doli në shtyp që ishte zbuluar një spion amerikan i cili punonte për KGB-n ruse, kishte vite që punonte, dhe ishte drejtori i FBI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njeri me reputacion, me ndere, me të tëra, dhe praktikisht ai qenë kai spioni rusëve. Pra, Rama i bashkohet korit të spionëve të Moskës. Rama nuk është gjë tjetër veçse një vegël, një pincë, ose jo një pincë, se një pinca është mjet universal dhe bën punë të shkëlqyera, po është një fshes me të cilën bota pastron mbeturinat. Avokat, si shpjegohet që ju thoni që Rama është vegël e Sorosit, e ndërkohë nga ana tjetër, duke qenë se presidenti Trump
po themi ka akuzuar dhe ka atakuar dhe kritikuar Sorosin, ka marrë dhe veprime në SBA, ndërsa me kryeministin Rama nuk është se ka marrë ndonjë vendim lidhur me, po themi, që e ka ndihmuar Sorosin. Sa ka filluar loja me Ramën? Dale, akoma s'ka filluar. Do hapen letrat e me Gonigallit. Nga 5.000 faqe letra që janë, dokumenta 1.500 janë hapur deri tani. Është gjata i muhabet. Edi Rama e di këtë. Edi Rama e di dhe Edi Rama pret nga momenti në moment kur t'i vej mandatat, i thonë, hajde këtu, përgjigju tani. Se i ka bërë ato, se s'kanë mbetur sekret. Edi Rama e pret ndëshkimin nga drejtësia amerikane. Duhet ta marrë këtu ndëshkimin, po këtu drejtësia e ka ndorë të tia, ose më mirë me thënë çdrejtësin, ose më mirë me thënë kupolin e korrupsionit në Shqipëri, që është drejtësia. Kupola e korrupsionit, zotëri, nuk është pushteti, është drejtësia në Shqipëri. Sepse në qoftë se do kishim drejtësi me të vërtetë si duhet të jetë drejtësia, në qoftë se do kishim prokurori me të vërtetë si duhet të jetë prokuroria, askush nuk do guxon të mirë të 1 lek të vjetër shqiptar nga arka e shtetit. Këtu ditë për ditë zbulohen afera të jashtëzakonshme, të llaftarshme. Domethënë ka bërë një ditë një llogari nga çka kanë deklaruar media dhe çka zbuluar kontrolli i lartë i shtetit, janë rreth 3 miliardë euro të vjedhura. Dhe prokuroria flë. Dhe thoshin dhe menduam që Spaku do bëj çudira do bëj hatan. Spaku është inexistent. Spaku precipitoi një pluhur në fund të gotës. Siç kemi një gotë që është e turbulluar me ujë të turbullt, Spaku përfundoi në fund të gotës si një pavlerë. S'ka asnjë gjë s'ka bërë deri tani, absolutisht asnjë gjë. Merret me kush u vrak, kush u zu, kush u grind, këto i ka detyrë prokuroria e zakonshme. Spaku u krijua për të goditur korrupsionin në sferat më të larta. Nuk merret më Spaku me shqiptarët dhe askush mos besoj se Spaku do bëj diçka. Po va them unë, sa të jetë Edi Rama në pushtet, Spakun harrojeni dhe Edi Rama në pushtet do rri mendimin e Sali Berishës dhe të Spakut dhe të kësaj drejtësie dhe kësaj prokurorie që në fakt janë vegla të tia, ka që thjeshtës. Mos presin shqiptarët. Nuk ka zgjidhje në qoftë se shqiptarët nuk ngrihen me kuqe me maç. U drejtojmë shqiptarëve dhe u them këtë fjalë, ta din mirë. O një fundi të tmerrshëm, dhe jo një tmerr pa fund. Më mirë një fundi të tmerrshëm, sesa një tmerr i përjetshëm që po kalojmë, kemi 85 vjet, 81 vjet që po jetojmë në tmerr, në diktaturë, në shtypje, në vjedhje, në grabitje. Do shkojmë tek kthimi i këtij zagarit të Sorosit në Velipoj, në Theth, vajti prapë në Theth. Tani ku janë ata trimat që u thanë banorëve të Thethit, po nuk do vijmë Edi Rama këtu se jam unë këtu, ku është ai trimi? Pse s'po del? Pse s'vajti në Theth? Pse nuk vetë ti thot Edi Ramës këtu s'ke punë se jam unë? Vajti e prishi, e hodhinera të ndërtesën e atij qytetarit tjetër. Dhe u detyrua qytetari Shkodran dhe bravo u qoftë dhe unë e falenderoj që këtej, që tha, po merr dhe policia, ose si ata dhe unë tha nuk do jemi më. Që do thot do t'i pres me armë. Se policia vetë armatosur. Toka dhe prona mbrojt me armë, është mbrojtur historikisht, ndashna i vendit, ndashna i huaj, ndashna armiku i jashtëm, ndashna akusari i brendshëm. Shqiptarët rrinë flën. Shqiptarët kanë marrë ratin dhe u vjen keq që u them unë se u do ta përmend prapë çështjen e emigrantëve. Ju të nderuar emigrant, jo të gjithë. Ka shumë nga ju që unë i njoh, që janë të përkushtuar dhe vijnë vazhdimisht në familjet e tyre, sidomos ata që janë këtu afër Greqi, Itali. Por ju të tjerët, për ju të tjerët kam një pyetje. Po e drejtoj prapë që këtej. Ma ktheni përgjigjen, po doni ndash në TikTok, ndash në Facebook, ndash ku të doni ju. Kujt ja keni lënë pronat? Se ky ka nxjerr ligjin tani, zotrin që ta dini, që në qoftë se nuk vete 10 vjet në pronën tënde ta merr ky dhe e jep atij që do qefi duke ashitur 1 euro metrin katror.
I ta merr shtëpinë dhe e përdor për çfarë do ai. Ju kujt ja keni lënë këto prona? Pse s'u dilni zot? Gjyshrit dhe stërgjyshrit tuaj, a ju a trashëguan këtë pronë dhe u alan juve? Kaq bukshkal jeni, kaq merhum jeni, kaq të pacipe dhe të pa moral jeni, sa t'i lirit t'u marrë dreqe i biri dhe të mos mbroni djersën dhe gjakun e baballarëve dhe të gjyshrëve tuaj. Ja këto kam për ju emigrantët. Prandaj ju them që hajdeni këtu dhe ta përmbysim këtë diktaturë që na ka zënderën. Ore nuk ikën e Dirama me lutje dhe me vota, hiqeni nga mendja. As i diktator nuk ka ikur me vota. As Kadhafi s'ka ikur me vota, as Mubarak i Egyptit s'ka ikur me vota, as kush nuk ikën me votë, sepse këta votat i manipulojnë vetë se i kanë vetë në dorë. Diktatorët ikin vetë me luftë, e patë në Nepal se që bë. Një djalë 16 vjeç, asaj të gjithë ju emigrantët shqiptar nuk vleni sa as një qime e kokës ati djalit nepalez 16 vjeçari që tundin gjithë botën. Dhe keni fytyrë dhe ankoni, sepse kam folur unë për emigrantët. Pra po va them, turp të kini. Dhe të gjithë ju që keni praktisur pronat për të parë një jetë tuajnë të mirë, keni praktisur prindrit dhe su dilni të gjallë fare, dhe ka raste që pardiem, tha gazetari që po bisedoj tani me të, që ka edhe në një vend tjetër kishte një person tjetër një javë i vdekur dhe mezi e zbuluan nga që mbante erë, se s'kishte njeri, ndërkohë që fëmijët i ka jashtë. Përse ju rritën more këta prindër, kam një pyetje për ju emigrantët. Për ju, që jeni trashëgimtar të këtyre trojeve shqiptare, e dini kujde japë Dirama trojet tuaja? Do va japë qifutëve. Do të japë ati rabinit që priti dhe vuri në iftarin e Ramazanit kaluar. Prandaj ju ftoj juve emigrantëve të irrituar nga unë, të zëmëruar nga unë, të mërzitur nga unë, të më dëgjoni me kujdes. Unë jam një këmban alarmi për ju, për familjen tuaj, për prindrit tuaj, për pronat tuaja. Ky bandit që po na qeveris aktualisht ka vendosur që Shqipërinë t'ua jap izraelitëve. Dhe kjo u vërtetua nga pritja që i bëri rabinit, nga pritja që i bëri ambasadores Qifut e këtu në Tiranë dhe rabinit Qifut, nga dashurie madhe që ka për ta, një njeri për të cilin është deklaruar publikisht në media që 15% të gjakut ti e ka shqiptar, pjesën tjetër ka të huaj. Pra po na qeveris një huaj. Këtë të huaj ne do të trajtojmë si të huaj dhe duhet të trajtoni si të huaj. Ju, djemt e ri dhe burrat e ri të Shqipërisë, në ka mbetur në njëri nga juve akoma me gjak shqiptari në emigracion, të vi dhe t'i dalë zot vëndit. Bashkë me mua, jo ju për para unë të një të fshihem, jo, bashkë me mua në krye. Pra, mos dëgjoni patronazhiset e politikanëve, e politikës shqiptare të dy partive, se s'ka dy parti, një parti është Partia Komuniste, Rilindje. Mos dëgjoni ata që thonë avokati po na ofendon apo na fyën, nuk ju ofendoj as ju fyej. Ju dua shumë dhe i lutem Zotit që të keni shëndetet e mirë atje ku jeni. Po hajdeni dilini Zot, prindërve tuaj, familjeve tuaja, pronës tuaj, tokave tuaja, dheut tuaj. Hajdeni se e keni boshatisur, e keni shkretuar dhe këtu Shqipëria është mbushur me të zinj. Nuk kam punë me të zinj, të rrofshin e qofshin atje ku janë, po ata në vend tyre, unë në vend tim. Dhe prandaj e mbështet me forcë atë deklarat të presidentit Amerikan Donald Trump që tha ne duhet të jemi konservator dhe jemi konservator për të mbrojtur tërsinë toksore të shtetit, kufit shtetëror, familjen, pronën dhe gjithçka. Jo këtë që bën ky pa fytyrë që thot se cili të deklaroj vetë gjinin e tij, se më vinë gjërat një nga një në mendje. Këtë do mbështesni ju për të votuar atë që thot të deklaroj se cili gjinin e tia, për këtë votuar që thot dhe të martohen prap, ndori prap të drejtën që të martohen burr me burr e grua me grua. Këtë meritoni, po meritoni këtë hallall e paçi, po unë jo. Unë dua që ky një orë më parë të qërohet nga pushteti i Shqipërisë. Një orë më parë, jemi të vonuar. Avokata, ka ndonjë mënyrë që mund të largohet Rama nga pushteti?
pra përmes protestave, përmes votës lirë, përmes reformimit të opozitës, përmes lindjes së një partie tjetër të re që ngjatë shpresë. Pra se ne po flasim gjithmonë që okay, Rama duhet iki, Me zgjedhje Rama nuk të ikën kur nga pushteti. Me zgjedhje komunistët kanë 80 vjet që mbajnë pushtetin. Avokat, me zgjedhje Rama erdhi në pushtet. Me zgjedhje po të them kanë 80 vjet që mbajnë pushtetin. Unë nuk ta them kot këtë. Ti mirë bëre që e the, po edhe më detyron që ta shpjegoj për opinionin publik. Nuk janë zgjedhje, janë mbajtje me metoda spionazhi, me metoda klandestine, mbajtje të pushtetit duke vjedhur votat, duke manipuluar votat, duke manipuluar edhe duke eliminuar kundërshtar të fuqishëm që mund t'i kundërshtojnë, mund të dalin të marrën pushtetin. Pra, me zgjedhje nuk e kanë kurrë ky pushtet. Ne kemi 80 vjet që kemi komunistët të pushtetit të ri. Pra duhet të bërë një revolucion që të përmbysjen komunistët me themel, të përmbysjen çdo gjë e tyre. Pse shkojmë larg? Pse duhet kemi një rrugë me emrin Komuna e Parisit? Ç'punë kemi ne me Komunën e Parisit? Do më thonë shqiptarët? Nga ku deri ku? Ç'ne rruga e Parisit? Pse akoma kemi 21 dhjetorin ditëlindjen e Stalinit? Nga ku deri ku? Pse rastësisht në thonjza u bë ndryshimi i kushtetutës në 21 prill 2008 ditëlindjen e Leninit? Ore, këta i kanë aqik, gjërat i kanë pastra fare. Këta thonë, ne jemi, komunistët jemi. Populli i turma, se do them, do ta përdor fjalën turmë, se s'kam nga jam baj, se turmja derisa nuk hapin sy të shikojnë, ore, ky njeri, ky avokati Zaqi Islami, mos është i çmendur që vetë flet kështu. Nëse nuk është i çmendur, pa hajde ta dëgjojmë. Dhe që janë këto simbole që na i lënë akoma këtu, simbole të komunizmit, të pa lëvizura nga vendi? Se simbolika është gjithçka. E dim të tërë, kryqi është simbol edhe di që është i fesë krishterë, mbaroj, nuk i qëtë kur. A ishtë simbol, të regon që ata janë të krishterë. Gjysmë hëna është simboli Turqisë, mbaroj. Ndërsa këta akoma i kanë vendosur simbolet e tyre kudo në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Kanë gënjur deri tani në mënyrë të tmerrshme dhe thonë bëm luftën nacionale çelëtare. Turp të kenë, more, po kushta ke turp këta banditë, parsardhësit e atyre kriminalëve dhe kurvarëve që kishin 45 vjet me Enver Hoxhën, se tani kanë dalë dhe poshtërsitë edhe kurvërit e Haxhilleshit, vetë Enver Hoxha e ka deklaruar. I kanë gjetur letrat e pistollqeve që kanë bërë. Por të mos thënë të tjerat pastaj me radhë, sa herë e martoi, e çmartoi, e ndau, e çpërndau Gjorgjia Peçinin e më thash. Pra, këta nuk ikin me votë, nuk ikin me zgjedhje, këta ikin vetëm me përmbysje. Dhe përmbysja duhet me çdo kusht të ndodh. Nuk themi të prishim e të djegim, se s'kemi që të djegim e të prishim, se ne 5 plaçka kemi. Por të bllokojmë shtetin, dhe shteti bllokohet me disa mënyra. Një nga mënyrat është greva avokatëve, që nuk po ndihen, e kolegëve të mi, të ngrihen dhe të protestojnë, të bllokojnë gjykatat për aq kohë sa këta nuk dorëzojnë pushtetin. Një, të ngrihen tregtarët të mbyllin të gjitha lokalet, pa përjashtim. Stop, grev, nuk do shesim më, nuk do punojmë më, derisa të qërohet ky në pushteti. Të bllokojnë rrugët, të bllokojnë institucionet, pa zhurmë, pa bujë, thjesht do ulemi këm kryq të rrim. Pra ka shumë mënyra. Dhe nëse me këto veprime, këta nuk do dëgjojnë të dorëzojnë pushtetin, atëherë pastaj mbetet Nepali. S'ka zgjidhje tjetër. Dhe ta dini shqiptarë, nëse nuk ndodh si në Nepal dhe në vendet ku janë ngritur, siç bën në Egjipt kundër Mubarakut, e keni parasysh të sheshin Takrir në Kairo. Ata e përmbysën Mubarakun. Edhe megjithatë dhe aty qelloi Mubaraku dhe vrau njerëz. Diktatorët vrasin. Diktatorët nuk e lëshojnë pushtetin. Edhe sidomos diktatorët e kuq. Kështu që s'ka ajo që thoni ju i nderuar gazetar, që a ka ndonjë mënyrë për të rrëzuar pushtet këtë Edi Ramën me zgjedhje, nuk ka. Me rrugë paqësore harroj.
Avokat, ne po flasim për domosdoshmërinë që zoti Rama të largohet nga pushteti, dhe nga njëra anë po flasim për qindra mira shqiptar që janë larguar nga Shqipëria dhe po ashtu qindra të huaj që po vinë nga po themi nga vende të treta, të katërta për të punuar në Shqipëri. Tani, në këtë mes, a ka faj shqiptari i thjesht që po e lejon këtë gjë, dhe ai që i ikën dhe le? Gjitha këto që thatë ju, nderuar gazetar, e kanë burimin këtu, e kanë urdhërin këtu, e kanë teorinë dhe praktikën këtu, në këtë libër, në këto protokolle të sionistëve që kanë vendosur me kohë përpiqen që të marrin drejtimin e botës dhe që kanë përdorur dhe do përdorin metoda nga më të ndryshmet për të arritur atë marrjen e pushtetit në dorë. Diku në një nga këto faqet këtu, shko thonë masonët, qeverisja jonë është e papushtueshme, sepse është e padukshme dhe e tillë do të jetë derisa të arrijë fuqi të atill që asnjë fuqi dhe komplot të mos mund ta çrrënjos. Dhe për të qeverisur neve, thonë ata, do vëmë në krye të vendeve gojim, dhe këtë termin gojim ka filluar dhe përdor dhe Arjan Çani, tani po ja them, se dikur kur ja tregova këtë librin më tha do të ftoj javës tjetër, ishim në Covid, nuk më ftoj më. Tani filloi edhe përdor dhe ai termin gojim. Dhe dikush janë gojim, gojim janë popull që nuk janë qifut. Aristokracia e re. Në gërmadat e aristokracisë së gojve ne kemi ngritur aristokracinë tonë të re të përkrasve tanë duke patur për kriter shkencën dhe pasurinë. Eksaktësisht, a nuk është ngritur një aristokraci e re këtu në Shqipëri? A nuk janë ngritur këta oligarkë që u themi neve? Këta në fakt janë aristokracia e re e vendit, se këta kanë pasurinë, këta kanë pushteti, këta i kanë të tëra. Pra, kjo po zbatohet në mënyrë perfekte. Në ratë të parë këtu është ndjekur një politikë e tillë ekonomike që të mos prodhohet në Shqipëri. Shqipëria të mbetet një treg i perëndimit, një treg për Grekun dhe kryesisht për Serbinë. Dhe kjo është politika çfarorëse e gjithë populli shqiptar nga Shqipëria. Mos prodhojnë asnjë, mos han ushqime të pastra, mos han mish të pastër, mos han ushqime bio tjera. Jo më larg se 3, se dje u deklarua që mielli që vjen nga Serbia është i kontaminuar. Pse është i kontaminuar? Sepse sërbët janë të interesuar që ne të zhdukemi. Sërbët kanë në planin e tyre në tavolinë të përditshme, kanë Çubrilovicin. Dhe këtë ide e Çubrilovicit, programin e Çubrilovicit e zbaton në mënyrë perfekte Edi Rama. Pra, çat beson shqiptarët, i përzot të kinja shtetit, vët çmime që mbron importin e artikujve të ndryshëm të ardhur nga jashtë, të cilët janë dihet se që janë dhe si janë, dhe godit prodhimit vendas. Do marrëm grurin. Ne kemi vetëm Korça si kur prodhoi grur. Zotëri, vetëm Korça të prodhoi grur, ose vetëm Yzeqea të prodhoi grur. Ne kemi mundësi që të ushqejmë jo 3 e 4, po 6-7 milion banor. Këtë gjë e pengon qeveria me politikën e saj antikombëtare, favorizuese të importeve që i bin vetë po këta. Pra, këta në çdo mënyrë mundohen, po punojnë dhe realizojnë politikën e tyre antikombëtare për çfarosjen e shqiptarëve dhe për boshatisjen e vendit. Për zhdukjen e prodhimit vendas, për vrasjen e popullsisë nëpërmjet ushqimeve të kontaminuara dhe nëpërmjet ushqimeve të skaduara. Por s'po gjëja të dreq faqes që e kam këtu,
që thot që në politikën e tyre ata thonë do t'i zhdukim popujt gojim, thot, nëpërmjet luftrave, do mbjellim luftra, përçarje, si thot, ne qeverisim me dorën e fortë, sepse ajo ashtu na ruan nga mbeturënat e organizatave të dikushme politike me ambicje të pashruar, ato që mbajnë gjallë ndjenjën e urrëties dhe të hakmarrjes që ne kemi rënuar. Nga ne rrjedh terrori i përgjithshëm. Këta janë, zotëri, ky është terrori i përgjithshëm. Këto janë aktuale sot e kësaj dite, ja merresh, lexojini këto, do shikoni që janë të përditshme, të zbatueshme, të zbatuara dhe që po zbatohen ditë për ditë. Avokat, duhet të kalim të një temë tjetër ku tashmë pritet që për një muaj të mbajnë zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, ku projekt që Gerta Manisërliu të zyrtarizuar nga Partia Socialiste, duke që Partia Demokratike do të mbështesë një kandidat të pavarur. Tashmë disa prej tyre janë artikuluar në publik si kandidat pavarur, duke përfshirë Ermala Simjan. Edhe aktori së fundmi Flor Binaj ka dalë në publik duke u shprehur që kandidoi për Bashkinë e Tiranës. Edhe disa 2-3 të tjerë që janë shprehur pro kandidimit për Tiranën. Si mendoni këto kandidatura dhe është rrugë e duhur që opozita të vinë në pushtet përmes tyre? E pare punës njërë, e thash pak më përpara në fjalën time që zgjedhje të lira të ndershme në Tiranë as janë bërë, në Shqipëri as janë bërë, as bëhen, as do bëhen. Bashkinë e Tiranës do ta marrin ata që kanë pasur gjithmonë, komunistët. Komunistët e kishin që nga 92-shi, por të kamufluar me petkun e Partisë Demokratike dhe komunistët kanë edhe sot e kësaj dite. E ashtu quajtura Partia Demokratike ka bërë mashtrimin më të madh që mund të bëhet këtij populli. Thonë që studentët rrëzuan komunizmin. Nuk është as pak e vërtetë. Ta marrin vesh breziri, djemtë dhe vajzat e reja që janë pas viteve të 80, që kanë lindur pas 80 se këtej. Jo, zotëri, jo të nderuar zotëri dhe zonja. Nuk e rrëzuan studentët komunizmin, se studentët janë të gjithë djemtë dhe vajzat e partisë, me biografi të shkëlqyer që s'ngreshin kundër partisë tyre. Jo, komunizmi në Shqipëri u rrëzua në momentin që u hapën ambasadat dhe jemi ne rreth 8.000 shqiptarë që vajtëm në ambasada që u rrëzua komunizmi në Shqipëri, se nuk rrëzoi për 100 vjet nga studentët. Studentët ishin mirë, ishin kaluar. Pra, nuk ka opozit të mirë fillt, nuk ka kundërshtar politik të mirë fillt në Shqipëri që t'i dalë përballë kësaj lubie që quhet Partia e Punës e Shqipërisë ose Lindja Shqiptare. Nuk bëhet. Unë Florianit i uroj sukses me gjithë shpirt. Ka fituar respektin dhe dashurinë e gjithë qytetarëve. Ermala Simjan nuk e njoh. O Gerta Manisërliu e di që ka bërë ca para ndej na punët ku ka qenë. Ka bërë ca para jo, ka bërë mirë para bile. Mirë ka bërë, ka gjetur, ka bërë. Por ajo do bëhet kryetare bashkie. Është caktuar në padishahu dhe ajo do bëhet. Ajo nuk do bëhet nëse para zgjedhjeve të Tiranës rrëzohet Edi Rama. Atëherë pastaj ndryshon gjithçka. A ka shpresat që të rrëzohet Rama para zgjedhjeve? Në u ardh mendjan kokës shqiptarëve dhe nuk kuptofshin se ku po i çon. A varet më nga shqiptarët? Edi Rama kryesisht varet nga shqiptarët. Kryesisht varet nga shqiptarët, të ngrihen. Ne u themi ditë për ditë. Të paktën unë se them ne, se unë s'kam që të them ne. Unë jam unë, s'kam njeri tjetër. Pas meje. Unë u them çoni, më mirë një fundi të mërshëm se një të merr pa fund. Kaq. Po me Edi Ramën në pushtet harroje. Ka të tëra struktura zotëri. Ka shërbimin e brendshëm. Ka shërbimin sekret. Ka shikun, atë shishin, çështë. I ka të tëra ndorë. S'ka lënë gjë ky pa marrë dhe pa grabitur. Ky komandon gjithçka, me prona, me ideologji, me ekonomi, me propagandë, me politikë. Të tëra i ka vetë.
Qa ka një mbret më pak nga ky? Mund të më thotë ndokush? Asnjë gjë. Avokat, nëse do ishte në dorën tuaj për të drejtuar një proces për të zgjedhur një kandidat për Bashkinë e Tiranës, si do ishte procesi dhe si do ishte, po themi, figura e një kandidati për Bashkinë e Tiranës sipas jush? Është një pyetje të cilës nisur nga ambienti ku jetojmë, në këtë popull me cilin jetojmë, nuk mund të bëj asnjë njeri një përshkrim të një figure që të qeverisi Tiranën. Por do t'ju jap një shembull nga jashtë Shqipërisë. Do t'u vi tharët këtyre miqve të mi, po unë do ta them. Në vitet 30 në Greqi ka qenë kryetar bashkie Spiro Mërkuri, nga piluri i Kurveleshit, i Marës. Dhe mblodhi gjithë ndërtuesët se do bëj rruga nga Pireu në Perama. U tha, kushdo që ta marr atë tenderin që do bëj rrugën, duhet të ketë parasysh një gjë, tha. Po që se brenda një viti më lëviz një guriç nga asfalti, ndërtuesin do ta varë në mes të Athinës. Ajo rrugë dhe sot e kësaj dite nuk ka psuar asnjë dëmtim. Vate 80 vjeta, 90 vjet që është bërë. 90 vjet. Pra, të tillë burra shteti s'ke ku t'i gjësh. Se ai që adetar për vendin e tij, për popullin e tij, për kombin e tij. Ndërsa në Shqipëri ke të tërë të shitur në politikë, sepse në politikë në Shqipëri nuk hyn dot pa hedhur firmën në një shërbim sekret. Unë kam kandiduar 3 herë. Pse nuk fitova unë? Sepse që nga ata që ishin drejtues të partive politike ku unë kandidova, me Kreshnik Spahiu, me atë Dashamir Shehin, e me të tërë dollën bashkëpunëtor të sigurimit të policisë, të sigurimit të shtetit. Qa do fitoja unë? Kush më të donë të mua? Kush e do një njeri që vetëm të prish punë në planet e tua për të grabitur e për të vjedhur? Avokat, shpesh herë është thënë që në Shqipëri siguria e ushqimeve lë për dëshiruar dhe bëhet fjalë për produktet që shqiptari konsumon çdo ditë, përfshirë edhe bukën, djathin, kosin, qumshtin, domaten, gjitha produktet e tjera. Realisht, a mund të hajë një shqiptar i pamenduar që po themi domatja mund të jetë me kimikate? Nuk ka nga janë banë. Nuk ka nga janë banë. Popullsia e qyteteve nuk ka, për fshatrat faqin e zezë që hanë ushqimet kontaminuara. Turp të kenë, se i kanë tëra mundësit, atë bache që kanë të mbjellin, domaten, qepën, pataten i mbjellin dhe i hanë vetë, preshin, lakrën. Po qyteti s'ka nga janë banë. Këta e din këtë gjë dhe i importojnë nga jashtë. Pra, nga do që dëvesh e dëvish, këta duen pushkatuar në mes të Tiranës kjo qeveri, me këto që po bën, me këto ushqime që po sjell. Sjell mielli nga Serbia. Mos do të pse duhet vi mielli nga Serbia, të mos financosh dhe të mos japësh para që naftën bujku ta blej me 30% të vlerës së tregut, po t'je jep me 100% vlerës së tregut. 30% të çmimit paguan fermeri grek. Shqiptari paguan 100% të vlerës së tregut. Pse kjo? Çfarë ka këtu? Çfarë ka? Çfarë po ndodh? Këta njerëz nuk e shikojnë se ku po vjen? Kjo është quajtur opozit, që u shofte edhe mos meqin asnjë. Asnjë mos meqin, se janë të tërë spion të partisë punës. Nuk ngrihet thonë, dalë çfarë po bëhet kështu? Po e vërtetojmë ne, po e shikojmë ne, vjen mielli nga Serbia i kontaminuar i tëri. I tëri dhe po thonë shkencëtarët që në Shqipëri është rritur fertiliteti midis meshkujve sepse han ushqim të kontaminuar, miell të kontaminuar. Nuk po themi për atë tjetër pasaj që janë futur edhe gjëra të tjera, pistoqe të tjera, edhe papastërti të tjera në bukën shqiptare. Mere shikoj e bukën, po e bleve tani, të nesër në mëngjes, ajo duhet ta qellosh me
ta presësh me Shqiptar se nuk pritet. Pra, kjo është situata. Dhe shqiptarët flën. Po ju shqiptarë duhet ta dini që kush flën vdes. Ka një problem tjetër që ka dalë së fundmi është skandali me ilaçet në onkologjik në QSOT, ku tashmë KLSH-ja ka vërtetuar që shumë prej ilaçeve u është ndryshuar data e skadencës. Ajo është një praktikë e përditshme që bëhet në ilaçet shqiptare. Dhe njerëzit shkojnë i marrin ilaçet tonë në Greqi o në Itali. Është praktikë e përditshme, nuk është sekreta, nuk është gjë e panjohur, jo. Një kjo, e dyta, u zbulua, dje partia nuk e di kur u zbulua, që lidhur me këto, me ca ilaçet me rimbursimet, janë vjedhur sasira të mëdha, domethënë miliona euro nga ta shkruajtura të rimbursime. Pra, rimbursime nuk ka. E tëra është mashtrim. Rimbursojnë aspirinën. Dhe nuk rimbursojnë atë që është me kancer, që ka një kosto të jashtëzakonshme, ilaçi për të ajo që është arman kimioterapia. Është e tëra mashtrim. Është e tëra nuk nga do që të vemi të vim. Ndash në shëndetësi, ndash në ilaçe, ndash në ekonomi, ndash në prodhim, ndash në jetën e përditshme. Të tëra këto janë rëke që bashkohen në një prua të madh dhe derdhen në projnë themelon në lumin në Golf Streamin që quhet korrupsion, vrasje e shqiptarëve. Vrasje e shqiptarëve nga qeveritë shqiptare. Kaq. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë faleminderit ju për intervistën.